duhet të pini për kujtesë dhe mendje të fortë? Kujdesi që ju duhet. Shëndeti mirë i trurit do të thotë edhe shëndeti mirë i të gjithë trupit dhe jetë gjatë. Kur flasim për kujdesin ndaj organizmit, ka me qindra mënyra dhe këshilla që nga ushqimet e duhura deri tek kufizimi i medikamenteve negative dhe lodhjes mendore, të gjitha shumë të rekomandueshme edhe nga mjekët dhe jo më kot. Ndryshimi që ato sjellin në jetën e përditshme mund të jetë thelbësor, sidomos me përhapjen e shpejtë të sëmundjeve që plakin trurin, si demencia apo Alzheimer. Kështu kujdesi duhur merr një rëndësi shumë të madhe dhe të veçantë. Për këtë arsye në këtë video ju këshillojmë një mënyrë natyrale, alternative që do t'ju ndihmojë të rrisni kujtesën dhe përqendrimin. Çfarë ndikon në shëndetin e trurit? Mënyrat natyrale janë në krye të listës për sa i përket kujdesit të shëndetit të mirë. Studime të shumta tregojnë për mënyrën se si ushqimet ndikojnë në funksionimin e trupit dhe të mendjes. Ekspertët së fundmi rekomandojnë çajin si një mënyrë për të rritur përqendrimin dhe kujtesën e fortë. Përveç se për të përballuar gripin, çajin mund ta përdorni edhe si një kur qetësuese që i dhuron shëndet mendjes tuaj. Të dhënat për këtë vijnë nga një studim i kryer në Universitetin e Singaporit, ku konsumimi i çajit lidhet me ruajtjen e sistemit nervor. Përtej kësaj, konsumimi i përditshëm i çajit ka një lidhje të fortë edhe me shëndetin e mirë emocional. Pra mund të funksionojë si një kur edhe kundër sëmundjeve mendore, siç është ankthi apo edhe sëmundjes së depresionit. Gjatë studimit ku morën pjesë 36 persona mbi moshën 60 vjeç, u vure se ata që konsumonin çaj vazhdimisht kishin një sistem nervor më të fortë. Këtu përfshihet si shëndeti emocional, ashtu edhe kujtesa e fortë dhe përqendrimi për një kohë të gjatë. Por si duhet ta konsumoni çajin? Megjithse mjekët nuk japin ende një sasi të caktuar, mund të filloni me një filxhan në ditë. Sigurohuni që të zgjidhni gjithmonë çajrat natyral dhe të jenë sa më të freskët.